Ke menduar ndonjëherë për gjatë kësaj periudhe që e vendosur në një shtet tjetër do kthehesha në Shqipëri nëse kjo do të ishte mirë? Çfarë nuk kanë më kopshte, shkolla e të tjerë? Uroj që të jetë rasti më i mirë për ty Lazar, por kjo duhet parë se çfarë do të ndodh më tej. Ti përmend edhe familjen, të krijoj një familje the ashtu siç e kanë ndër të gjithë, po i shikon pastaj kushtet si një faktor që mund të të pengojnë në Shqipëri? Të drejtën zonës ku jetojnë në Shqipëri, Lesha është një qytet i mirë dhe aty ke gjithçka. Është një qytet që ka arritur një farë standardi. Por tek diskutoj me miqtë e mi që kanë këtu se ka shumë shqiptarë që punojnë gjithë bashkë, as nuk ndërrojnë rikëtimin e tyre në Shqipëri, sepse aty ku kanë shtëpitë e tyre ku banojnë, çdo gjë është praktikisht nuk ekziston askush më. Madje disa prej tyre kanë gjithë familjet e tyre të përndara nëpër Europë dhe as pushimet e tyre nuk i bëjnë më në Shqipëri. Që do të thotë që riktimi i tyre shpresat e ata është zero për riktim. E qartë është. Në fakt, sa... E qartë është, pra, di thash unë janë. Është shumë e qartë. Po, unë doja ta lidhja gjithmonë, është më mirë kur ke një zë që... Jo, them në kuptimin që sado që mund të jetë një element, prandaj thash, mund të ketë si djali që vinë, gjejnë veten e vet në turizëm e ku diun. Çështja këtu me Klaudia është që ne e dim shumë mirë. Ne para një herë kishim një edukim për ekonominë dhe karrierën e kemi hequr, edukimin për sipërmarrjen. Ne s'kemi edukim për sipërmarrjen. Shko pyet, edhe vajza e Enit e Dina Eni. Shko të pyet shoqet, ti bëj një anketim shoqeve të saj, ti thot çfarë sipërmarrje. Çfarë kuptoni me sipërmarrje? Po të kthyen përgjigje, hajde më thuaj pastaj mua që çfarë bën sipërmarrje. Më thuaj çfarë bën. Dhe edukimi për sipërmarrjen në botë është në kopësht. Në kopësht. Pra 5 vjeç ai mendon që është sipërmarrje. Është pak kontradiktore kjo që thua, sepse më lejo ta mbaroj. Janë po këta nxënës, studentë të tjerë që largohen e gjejnë veten shumë mirë, futen në sisteme. Janë pak ata që janë suksesshëm mendon. Okej, Eni si e mendon? 1% janë, se tani mendon që pak janë të suksesshëm jashtë, nuk e di. Në çdo kryeqytet të Europës apo dhe qytet, gjejmë shqiptarë shumë të suksesshëm dhe janë shumë për një vend kaq të vogël. Dhe në sipërmarrjes edhe daljet I kemi shumë ne. Po. Që do thot, ne kemi vetëm, tani, tash kemi 450.000 të rinj, tani mos të çudisim botën si shton një pjesë. Ka shkuar një pitin, dhe kur e dëgjoj mësuesa italiane o habit. Tani mos bëjmë sikur po tani mos të bëjmë sikur I iluminojmë botën. Unë nisem nga raste që jo vetë në fakt. O dhe njëro Klaudia, tani nuk kemi sistem arsimor tani. Tani prap do fillojmë nga e para. Autoriteti palestinez ishte 18 pikë. Ne ishim 13 pikë në mendimin kritik. Autoriteti palestinez. Pra binin bomba dhe ata ishin më mirë se ne, që jemi pa bomba pa gjë. Tashti, ne po flasim gjëra reale. Unë po të them dhe një gjë. Po ju nuk sfido njeri. Po ju bëj një ftesë. Shkoni dhe thoni, çfarë mendoni ju me sipërmarrje? Dhe merr përgjigjet e tyre dhe dilni dhe na thuaj. Tashti, kjo është dhe ti nuk bën dot sipërmarrje. Pse? Sepse këta që janë ekspertë ekonomisë din shumë mirë, në botë paguhen që në shkolla, paguhen këta ekspertë që të shkojnë dhe të edukojnë atje. Ne paguajmë këshilltar falas është për atë që ha biznesin, që ajo t'i bëj një plan biznesi që ajo mos të dështoj. Që I thonë ai këtu po, sa ke ti 20.000 euro, ku do t'i qosh? Jo, thot, kjo është me risë të lartë. Kjo ka risku më të ullët, kjo ka këtë, nga kjo fiton kaq. Ne nuk I kemi këta, a I kemi neve. Ne të gjithë bare, këtë mos taj mo.